tash ti vjen keq ta përmend, po Ardit Xhebrea është një nga degenerusit edhe shkatrusit më të mëdhenj gjuhës shqipe dhe të idesë të çdo gjëje që ekziston në showbiz, domethënë. Pse e thua ashtu? Sepse kur thot Ardit Xhebrea ka bërë plastik hundën, edhe gjithë njerëzit mendojnë që ajo ka vënë një material plastik aty, Okej, ose shkon logjika. ka bërë plastik gjoksin, ose ka bërë plastik barkun. Shikoni, kirurgjia plastike është kirurgji që zgjidh problemet estetike, edhe bën edhe rekonstruksionin e pjesëve të caktuara. Edhe kur ka nevojë, për shembull për zmadhimin e gjoksit, vendos proteza silikoni, që janë proteza plastike silikoni të mbushura me lëng silikoni. Po kjo nuk është e gjithë kirurgjia plastike, kjo nuk është as 10% e kirurgjisë plastike ose kirurgjisë estetike. Edhe kjo është gjithkund në kirurgji, sepse materiale plastike vendosen edhe kirurgjinë e barkut. Rrjetat që i vendosim janë materiale plastike për hernjet ndryshme. Graftet, protezat që i vendosim për ente gjakut, janë materiale plastike. Realisht po. Artikulacionet artificiale, kukun që thot populli, është quajtur material plastik dhe ai. Artikulacioni koksofemoral, edhe ai është material plastik. Kështu që edhe te protezat e gjirit, si operacion i veçantë, do të është në trallët që vendoset material plastik. Nuk po kujtohet ndonjë tjetër që ka nevojë vendoset. Fjala plastik rrjedh për fjalës vjetër greke plastikos, që do të thotë ti japësh formë ta modelosh. Kështu që kur bën operacion plastik ti e modelon, i jep formë një pjese, por nuk vendos domosdoshmërisht plastikën, material plastik. Ose budallëqe tjera që ndigjon media, shef, domethënë shefi të shqiptarët është bosi, Po, bosi. Shefi të amerikanët është kuzhinieri, por të amerikanët. Realisht po. Shefi të amerikanët shkruhet CF. Po. Dërsa këtu Ardit Xhebrea ka bërë shef kuzhinierin. Kuzhinieri është njeri shumë i respektuar, kuzhinierët e Zotit fitojnë edhe miliona me punën e tyre të ndershme, por shqip kuzhinierit i thuhet kuzhinier. Nuk i thuhet shef. Se ekziston ajo. Këto janë budalliqe që po çoroditet masa. Tani dua ta kuptoj pse pikërisht Ardit Xhebrean. Sepse bjen sy me ato daljet e veta publike. Domethënë edi kishte një përkufizim, një koment shumë të mirë për këto serialet turke që i lexosha dikur, edhe serialet edhe kanë qenë spanjolle një kohë të mëhershme, Rosalinda. Po, kanë për qëllim manipulimin e ndjenjave të popullit. Edhe është shumë e ulët, po shumë efektive kur ti manipulon me ndjenjat e publikut. Domethënë i bën të preken, i vendon situata të rënda të nënës dhe të fëmijës, dhe njerëzit preken, qajnë, sidomos masa e gjerë e popullit, por kjo është shumë e ulët. E këto gjë po e bën një pjesë e madhe e mediave. Rastisht jemi në gjyq, do të thuash. Një prej tyre, ish profesoresha ime, Eni Çobani. E përshëndesim. E juridikut. Që mendoj që kanë shumë falsitet.